Amerika sot, toka e ëndrave në Minneapolis, ditë vrarë, protestë dhe një krizë legjitime të drejtash. Minneapolis, Minnesota, janar 2026. Shqetësimet për sigurinë civile dhe të drejtat kushtetuese të qytetarëve amerikanë janë vendosur në qendër të debatit kombëtar pas dy vrasjeve nga agent federal të zbatimit të ligjit, të dyja në vetëm 3 javë në qytetin e Minneapolis. Ngjarjet kanë ndezur protesta të mëdha, reagime politike dhe një përplasje të ashpër ndërmjet autoriteteve qendrore dhe udhëheqësve lokale. Rene Good, vrasja e parë që ndezi protestat. Më 7 janar 2026, 37 vjeçaria Rene Nicole Good, një banore e Minneapolis dhe nëna e 3 fëmijëve, u qellua për vdekje nga një agenti së shërbimi i imigracionit dhe zbatimit të doganave, gjatë një operacioni federal të zbatimit të ligjit. Raportet e hetimit, bazuar në video dhe analizat e mediave kryesore, tregojnë se Good ishte brenda automjetit të saj kur u qellua 3 herë, një vdekje që ekspertët mjekoligjore kanë përcaktuar si vrasje nga plagë të shkaktuara nga armëzjarri. Rasti nxiti kritika të ashpra nga udhëheqës lokal dhe nacional për ndryshime drastike në zbatimin e ligjit federal dhe për mungesën e transparencës së menjëhershme nga autoritetet. Komuniteti i Minneapolisit e përjetoi këtë vdekje si një kërcënim ndaj të drejtave të qytetarëve dhe si shenjë se prezenca e agjentëve federal në qytet kishte kaluar kufi të justifikueshëm. Alex Pretti, vrasja e dytë që çoi betejën në një nivel tjetër. Vetëm 17 ditë më vonë, më 24 janar, 37 vjeçari Alex Jeffrey Pretti, një infermier i njohur i kujdesit intensiv në sistemin shëndetësor të Minneapolis, u qellua dhe vrau nga agent federal gjatë një proteste të organizuar kundër operacioneve të zbatimit të imigracionit. Pretti u shfaq në video duke filmuar situatën me telefon, duke u përpjekur të ndihmonte persona të tjerë që ishin në presionin e agentëve, kur u përplas me oficerët dhe u shtyp në tokë para se të qellohej me armë. Administrata federale pretendoi se Pretti paraqiste kërcënim për jetën e agentëve. Megjithatë, videoja e incidentit, analizat e pavarura dhe deklaratat e familjarëve theksojnë se ai mbante një telefon dhe nuk ishte agresiv në momentin e të shtënave. Kjo ka çuar në një reagim të ashpër publik dhe kërkesa për investigim të plot të rasteve. Debati publik, ligj kundër praktikës, siguri kundër drejtësisë. Ngjarjet në Minneapolis janë pjesë e një operacioni federal më të gjerë të quajtur Operacioni i Intensifikimit Metropolitan, i cili përfshin përforcim të madh të forcave të zbatimit të ligjit për çështjet e imigracionit. Sipas informatave publike të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, ky operacion synon kapjen dhe deportimin e personave në shkeljet e ligjit të imigracionit. Megjithatë, mënyra e zbatimit të tij dhe përdorimi i forcës ka shkaktuar kritika të forta nga autoritetet lokale dhe udhëheqës të shuar politik. Guvernatori i Minnesotas, Tim Walz, ka kërkuar tërheqjen e agentëve federal, duke quajtur prezencën e tyre jo të qëndrueshme dhe një kërcënim për sigurinë e komunitetit. Qytetet dhe organizatat komunitare kanë shprehur shqetësime të rëndësishme lidhur me mungesën e përgjegjësisë, hetimet e pavarura dhe respektimin e të drejtave kushtetuese gjatë operacioneve. Në të njëjtën kohë, udhëheqësit në Kongres po debatojnë seriozisht financimin e këtyre agjencive, duke përfshirë propozime për të ndaluar fondet për zbatimin e imigracionit federal, duke kërcënuar një mbyllje të qeverisë nëse fondet e tërës nuk rishikohen. Konkluzion, nga protesta në kërkim drejtësie. Ndërsa të dy rastet kanë çuar në protesta të mëdha dhe reagime politike, ajo që po diskutohet gjerësisht në publik nuk është vetëm siguria, por balanci mes zbatimit të ligjit federal dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të individëve. Debati është shndërruar në një reflektim të gjerë të shoqërisë amerikane për mënyrën se si qeveria duhet të veprojë kur kërkon të zbatojë ligjet, dhe sa duhet të jetë përfshirja e forcave të armatosura në komunitete urbane.